Tira që do i drejtojmë gjithë shqiptarëve kudo që janë, do të thosha shkurtimisht disa gjëra që për mua kanë rëndësinë nga ajo që jam marrë dhe nga përkushtimi që ne kemi dhënë. Për shembull, në asnjë botës, dritani dashur, nuk ka një kufi shtetëror detar, si që jemi ne, Karaburun, Saran, që përballë të ketë një shtet tjetër. Ka vetëm për. Është vetëmi që do jetë vetëmi shtet në botë, qoftë se, lartë qoftë, për mua lartë qoftë. Po do Zoti që të na dëgjon brezi i ri, na dëgjoj dhe të marrin ata një stafetë të tillë në dorë. Siç jemi ne këtu edhe shumë tjerë, që ne ti përballi marrës, dermiut, palasës, të kesh një shtet tjetër në det. Sepse kështu i bie që ai do vi me kufit e vet, me zonë ekskluzive, me atë që ai ti të pagosh taks, të hysh në sipërfaqen ujore e tij, në sipërfaqen ajrore e tij, në sipërfaqen naftëmbajtëse e tij, do je i huaj pra dia. Dhe ti këtë e ke i zonën territoriale të tënde, e ju ata të bukur që këto gjëra ngelen të papërshtatshme. Kjo është një. E dyta është që jo rastisht që nuk ja falti. Ja falti edhe Zotit Berisha, që Zoti Goxha me të vërtetë ngre shpeshherë, apo Zotit Ilir Meta, që vendosën në i marë, nuk janë rasti këto, vendosin në i marë dhe se kuptova do të kur që vendosin një kandidat që i quajtën si kandidat për minoritet. Për shkak se kishte në grupimin e tyre, kishte një bile unë jam akuzuar rënd, që ti do bashkëpunosh me Belerin, pa që ndata një javë në Pezu, sa Zoti Goxha mori partinë edhe mori një vendim gjykate, ndata një javë, sikur isha pjesë punë, kësha iku me kohë. Nga politika, sepse kam menduar që nuk është koha, jam 70 vjeç, nuk është koha jonë, profesorat i hypin në qafë, jo të pyeten, po i hypin në qafë, po kur ka dhe ca që duhet bëjnë shakarat të tallin me nderin e profesorat, është të mërshme ti. Po megjithatë, s'ka problem, prandaj shkruan të shumë. Dhe po Zoti Berisha se kuptova dhe me. Pse vuri Belerin ta Goxha? Po aty që kuptova ishte që ky kryeministër vuri një tjetër minoritar, më për t'i dhënë vuli marrë që ky është vend minoritar. Të dyja palët. Po të dyja palët në Excel, që ka një shprehje gjysha pse më mend tash. Në Excel të vendi. Në djallë të vendi. Beleri ka një vit që çdo muaj është një takim të një organizate Vorjove Pirot. Po. Me flamurin e Vorjove Pirit. Po. Me nderim herë shpreh, me dalë për marrë. Është në zona jote. Gjyshes është turqisht, në sikter të vend. Në sikter të vend, po e pra. Je i madh oda. Edhe dëgjova sa i tmerrshme është, kur e mendon ti që do apushtoj ai 1000 herë Shqipërinë, thot ai grek. Po mos kishte atë zonë bazë kur Veleshi, mi thash, atë Pelene kur Veleshi. Do ta eksha pushtuar 1000 herë. Tani imagjinon do ti kjo për ta progonati, këta progonët janë mbretit e parë të 1990-s në Arbënorët. Edhe nga progon shkuan Progli në Tërpoj, shkuan dhe progonat në Tepelen, ndaluan Grekun dhe ku luftuan Tepelensit në Lushje, luftonin në Kem me Itakije, edhe mbreti pash i thoshte nuk mund të luftoj dot me këta ondaj, që këta luftojnë në Kem, por nuk kanë buroja. Dhe u troj, mbaroi lufta e Lushjes kur erdhi sa 1919, për shkak që Tepelensi lebrit, më saktë, që tremë shkruaj grek luftonin në Kem. Pra, se si ka mundësi këtë nuk e kuptoj dot, që edhe Zoti Berisha dhe këta e standardizuan, e notarizuan, e formalizuan që i marra, që nesër pas nesër, i futi dhe i mendim për këme, që ata, që ajo që e djeqme, dhe e do ndjetë, do bëjë shkolla, universitete, rrugë, e tjera. Bëjë shpejt e shpejt. Po pse rasi është i Zoti Kalaja, që ne bashkë duhemi për shkak të ngjashmërisë djalla Kaja Babeja, që gjithë neve. Të duket rasitu që janë ullatus, i vunë 2 emra në Tiranë, i vunë 2 gjumë greqisht edhe rasi që janë ullatus, ka patu me mjera kërkesa që kryes zot të shpalleshin Visarioni i Elbasanit, Gjon Pakzori i Elbasanit, vazhdo, a i Ardenicës, nuk i vuri, i ka lënë me barë, ato vare të tyre, i ka lënë me barë, dhe i lënë me barë për të qenë krye piskopi i parë, që do të nesër, për nesër nuk është më shpejtësi informative që vjetë mbrapa, që njerëzit historia ecë nga dalë, shtypi ecë nga dalë, sa të botoheshin abetarët e Sami Fraqit apo të manastirë. Tani ecën për 10 minuta, që do të thotë që nesër, për 2 vjet, për 5 vjet, u vu dhe një kufi në Tiranë, që kryepiskopi është i pari kryepiskop grek, vazhdojmë. E pavarësisht ishte nga arta shqiptar i tjetër. Dhe vu ka gjuhën greke, vazhdojmë. Shkojmë në Berat. Qoromidhet e kisha në Berat janë me gjuhë greke o ti i dashur.
Që do të thotë që këto pas 100 vjetësh, po 100 vjetësh kohë historike, po pas 10 vjetësh, sepse ecën shpejt me internetet sot, ai do thotë që këto që omiden për kisha janë kisha tona, po ka ndryrën në ikona ormik. Po shqyqyr Zoti vetëm do të jemi njerëz të ditur të fortë që në ikonat e Onufrit e ka atë bujkun, atë farhelsin, e ka brenda në ikonë. Nëse ai e ka vetëm ikonë të Krishterimi, ai atje në atim. Pra, i vetë një full demografie.